Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rikthyer fondet apo ndihmën e huaj të cilat u bllokuan në ditën e parë që Donald Trump mori zyrtarisht detyrën si presidenti amerikan në 20 janar. Pak më shumë se 2 muaj nga ky vendim i presidentit Trump, sekretari i shtetit Marco Rubio njoftoi se SBA do të ofrojë ndihmën e huaj për vendet që i konsiderojnë partnerë. Dhe mes këtyre vendeve natyrisht është edhe Shqipëria, së cilës fillimisht ju rikthyen mbështetja për SPAK dhe GKK, duke riangazhuar ekspertët që asistojnë dy institucionet që ndjekin penalisht dhe gjykojnë nga zyrtarët më të lartë te krimi dhe organizatat kriminale. Me ndalimin e financimit të huaj, Shqipëria ishte një nga vendet që u prek nga vendimi apo dekreti i Donald Trump që ngriu fondet. Gjithsesi, Shqipëria ishte e parafundit mes vendeve të rajonit, sa i takon shumave që kishte përfituar nga USAID, ku donacionet më të mëdha kishin shkuar në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Por si do të shpërndahen grantet amerikane dhe cilat janë projektet që do të financohen? Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka zbuluar një skemë të re, e cila është shumë e ndryshme nga ajo që dikur aplikoi përmes USAID. Për departamentin e shtetit të drejtuar nga republikani Rubio, skema e USAID ishte një dështim, pasi ajo nuk ishte në përputhje me interesat amerikane, por edhe me vendet pritëse, pra vendet që konsideroheshin partnere. Dallimi është se ne duam të ofrojmë ndihmë të huaj në një mënyrë që të jetë në përputhje strategjike me prioritetet tona të politikës së jashtme dhe me prioritetet e vendeve pritëse dhe shteteve me të cilat jemi partner. Në thelb, si do të funksiononte, si ka funksionuar në të kaluarën, a do të vinte USAID apo ndonjë subjekt tjetër në një vend dhe do të thoshte, kjo është ajo që ne mendojmë se ju nevojitet, dhe pastaj ata dalin dhe punësojnë një OJQ, që ndoshta janë ato që i kanë bindur se kjo është ajo që ju nevojitet, dhe u japin atyre një grumbull parash, dhe ata vinë në vend dhe bëjnë gjëra. Disa nga këto programe janë të mira, janë gjëra të bukura, por shumicën e rasteve jo aq shumë. Gjithsesi, kështu ka qenë dikur. Në këtë kuadër, duket se ndihma e huaj apo fondet që do të alokohen nga SBA në vendet partnere, do të kenë si ura ambasadat amerikane në këto vende, që pasi i koordinohen me qeveritë pritëse, përcjellin më pas kërkesat që ballafaqohen me ato që konsiderohen si prioritete të SBA-s në politikën e jashtme. Dhe nëse i referohemi deklaratave publike të presidentit Donald Trump për luftën ndërkombëtare ndaj organizatave të trafikut të drogës dhe krimit organizuar, duket se ky do të jetë një nga prioritetet thelbësore të SBA-s në raport me ato shtete që konsiderohen si partnerë të saj në aspektin e politikës së jashtme. Ted Yoho, një republikan nga Florida, i cili shërbeu në Kongres nga 2013 deri në 2021, kohë gjatë së cilës ai ishte kryetari nën Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës për Azi pajësorin nga 2017 në 2019, në një analizë të botuar në mediat amerikane, shprehet se Amerika është më e sigurt kur ka më pak konflikte dhe më shumë ndjenja pozitive amerikane. Kjo përkthehet në më pak terrorist. $1 i shpenzuar për ndihmën e huaj të projektuar siç duhet dhe në mënyrë efektive, kurse në shumë më tepër dollar në plumba dhe çizme, duke lënë më shumë para në xhepat amerikan, dhe së dyti, duke çuar më tej qëllimet tona të prosperitetit. Sekretari i shtetit Marco Rubio ka përcaktuar një kornizë strategjike për të udhëhequr politikën e jashtme amerikane dhe ndihmën për zhvillim në përputhje me urdhrin ekzekutiv të ndihmës së huaj të presidentit Trump në ditën e inaugurimit. Ta bëjmë Amerikën më të sigurt, më të fortë dhe më të begat. Këto objektiva janë intuitive për ne dhe shumë amerikan. Megjithatë, ato lënë shumë hapësirë për të vendosur se cilat fusha të politikave të prioritizohen dhe cilat ndërhyrje të financohen nëse e bëhet siç duhet. Investimet e ndihmës së huaj të Amerikës do të kenë një ndikim më domethënës dhe vlerë më të mirë për taksapaguesit, por nëse ato zbatohen keq, ne do të ftojmë Kinën dhe Rusinë të plotësojnë boshllëqet që krijojmë, duke e bërë padashje Amerikën më pak të sigurt, më të dobët dhe më pak të begat. Si dikur kritiki ndihmave të huaja, i kthyer në kampion reformash dhe ekspert në ekonominë e ndihmës ndërkombëtare, ne ofrojmë këtu fillimet e një plani për ndihmën e huaj të SBA-s që plotëson peshën e detyrës, shkruan Yoho për The Hill.